Kryeministri Edi Rama paralajmëroi krijimin e një faktori të ri shtetëror në tregun e naftës në Shqipëri si një mënyrë për të përballuar rritjen e çmimeve dhe për të lehtësuar barrën mbi qytetarët. Kreu i qeverisë tha se kriza e çmimeve të naftës është reflektimi i zhvillimeve ndërkombëtare, veçanërisht i tensioneve dhe luftës në Iran, por sipas tij shteti duhet të ndërhyjë për të rritur konkurrencën dhe stabilitetin në treg. Ai tha se qeveria synon të krijojë një forcë publike që do të operojë në tregun e karburanteve dhe që do të përdor kapacitetet dhe garancitë e shtetit për të siguruar marrëveshje më të qëndrueshme me kompanitë furnizuese. Ai solli si shembull ndërhyrjen e qeverisë në tregun e fluturimeve ajrore, duke thënë se rritja e konkurrencës e ka kthyer Rinasin në një nga aeroportet më të suksesshme të qytetit. Javën që vjen, Parlamenti i Shqipërisë do të ftohet të votojë një rezolut për ta shpallur Republikën Komeiniste të Iranit. Unë me gojë nuk e them dot islamike, sepse ajo republikë nuk ka asnjë lidhje me islamin. Sipas asaj që unë di dhe sipas asaj që unë shmoj tek islami, shtet sponsor të terrorizmit. Dhe bashkë me këtë do të shpallet organizatë terroriste Garda Republikane e Iranit dhe Hezbollahu, që të dyja. Sepse kjo është e vërteta. Natyrisht në këto hapa nuk jemi pionierët, sepse ka pasur më parë edhe partner, aleat, miq që i kanë hedhur, por është koha që ta bëjmë dhe ne këtë gjë. Në të njëjtën konferencë Rama bëri të ditur edhe një nismë të re politike që do të paraqitet në Kuvendin e Shqipërisë. Sipas tij, javën e ardhshme Parlamenti do të votojë një rezolut për shpalljen e Iranit si shtet sponsor të terrorizmit. Por nga ana tjetër, fakti është që kriza po shfaqet në të gjithë botën. Po shfaqet edhe këtu si rezultati i rritjes së çmimit të naftës. Unë kam shprehur që kur kemi bërë mbledhjen e parë të asamblesë së shumicës qeverisë pas zgjedhjeve, që një nga objektivat tona është krijimi i një faktori të ri në tregun e naftës, një faktori shtetëror, një force publike për të krijuar një kapacitet që të lehtësojë barrën mbi qytetarët, sikundër e lehtësojë konkurrenca që ne nxitëm duke bërë ndryshuar komplet qasjen për fluturimet ajrore. Shqipëria kishte aeroportin më të shtrenjtë në Europë, sot ka aeroportin më të suksesshëm të Ballkanit. Faktorin publik, forcën e shtetit do ta fusim dhe në tregun e naftës. Dhe besoj që shumë shpejt do të japim shembullin se si edhe në tregun e naftës gjërat do të ndryshojnë. Ndërkohë që duke vënë në dispozicion kapacitetin e shtetit dhe garancitë e shtetit, do të bëhet shumë më lehtë se sa që kanë sot lojtarët që janë në treg për të pasur marrëveshje me kompanitë që e shpërndajnë naftën, të cilat kenë qëndrueshmëri afatgjatë. Pas kësaj deklarate, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla depozitoi në Kuvend projekt rezolutën përkatëse. Dokumenti parashikon që Garda Revolucionare Islamike të shpallet organizatë terroriste, ndërsa rezoluta u bën thirrje vendeve demokratike dhe organizatave ndërkombëtare që të ndërmarrin masa të koordinuara kundër terrorizmit të sponsorizuar nga shtetet. Sipas nismëtarëve, pas miratimit në parlament, rezoluta do të përcillet institucioneve ndërkombëtare dhe partnerëve të Shqipërisë, përfshirë Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimin Evropian.